Mirë se na erdhe zotri Mujko, si je? Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem këtu me juve, po i dëshpërum total me ato çka po dëgjoj prej të tjerëve, çka më dëgjoj këto 2-3 ditë dhe besoj që duhet të bëjmë diçka. Po diçka që më rënë qysh fillim. E po është një ekip madh të njerëzve që punojnë për një emision. 70 persona 10 të angazhuar për një emision 1 orë, 2 orë. Dhe po e përkthejmë tonë në gjuhën sociale. Në qendër për punë sociale punojnë 3 punëtor, 4 punëtor për krejt një qytet. Dhe qysh mund m'ja dalë në qendër për punë sociale me 3-4 punëtor, 7-8 për një emision, për një shtet për një emision, mirë po, në qendër për punë sociale më marrë me 70 lloje të klientëve, me 90 lloje të shërbimeve që t'i ofroj, është pothuajse pamundshme. Unë ta shkova edhe një libër. Po, faleminderit shumë. Është puna sociale në praktikë në qendra për punë sociale. Sa mirë, ju vetë pas këtë shkruaj. Po, është një libër akademik që përdoret ashtu edhe për studentët edhe për punëtorët. Mirë. Dhe aty është një përmbledhje, mirë po. Do ta lexojmë për kushtim. Nëse lexon atëherë me siguri do ta regjistrosh punën sociale dhe do ta shesë ka është përgjegjësia e punëtorit social. Ne kemi pas dje një bisedë me një drejtoresht komunës Lipiani, qendrës për punë sociale. Ajo as se nuk e thot as edhe një fjalë, as nuk kemi pas staf. Të gjithë e vrejta kështu në përgjithësi fjalorin, ashtu siç po flisni edhe ju, nuk kemi mo në kohën kur flasim gjatë dhe s'themi asgjë. Sot duhet flasim konkretisht. Unë e kam lut dje një përgjigje, lutem, kur keni qenë herën e fundit? As nuk e kemi thirrë me dënu, se s'jemi ata që bëjmë. Vetëm kur keni qenë herën e fundit, kalon në as nuk thot s'kemi staf. As njerin informacion. Fatkeqësisht, unë kam qenë, jam dhe do t'jem zëri qendra për punë sociale, për shkak se është një deformim profesional, se tash 26 vite jam në këtë fushë. Dhe shkurtimisht veç po e përshkruaj cila është gjendja e qendrave për punë sociale në Kosovë. Në vitin 99-2000 kemi filluar të ngrisim këto institucione, edhe pse këto ekzistojnë. Për shembull, qendra për punë sociale në Prishtinë është themeluar 1965. Tash e feston 61 vjetorin e themelimit. Pra, pa qenë institucion edhe në kohën e Jugosllavisë, është i trashëgimi e mbrojtjes sociale. Mirë, po pas luftës kemi pas një periudhë 10 vjeçare gjatë kohës së okupimit dhe s'ka funksionuar. Shqiptarët s'kan marrë shërbime. Pastaj pas luftës kemi themeluar Ministrinë e Punës dhe Mbështetjes Sociale dhe qendrat për punë sociale ka qenë në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mbështetjes Sociale deri në vitin 2009. Vitin 2009 ka ndodhur decentralizimi, qendrat kanë kaluar në kompetencë të komunave. Mirë po nuk është bën një lloj decentralizimi i plot, sepse qendrat sot funksionojnë, mirë po ministria i mbikëqyr, i monitoron, i inspekton, mirë po asgjë s'ju afron. Dhe deri në vitin 2021 ka ekzistuar Ministria e Punës dhe Mbështetjes Sociale si ministria e cila marrë me zhvillimin e politikave. Me ardhjen e qeverisë në vitin 2021 u shu Ministria e Punës dhe Mbështetjes Sociale për çuditë time. Është bo Ministria për familje. Kaloi në shërbimet kanë kaluar në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferit dhe Ministrinë e Drejtësisë. Tash mas 5 viteve dështem, se kanë pasur që dështuan sepse shërbimet sociale nuk mund të funksionojnë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e themeluan një ministri të re, pa kërku falje para publikut që për 5 vite bënin një shkputje dhe tash janë një situatë shumë të rëndë dhe tash u themeluan një ministri e re, Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Lirimtare. Dhe qendrat për punë sociale janë kompetencë komunave, mirë po janë decentralizuar shërbimet sociale, mirë po skema ndihme sociale ka mjet e dekoncentruar, menaxhohet prej nivelit qendror. Tash qendrat për punë sociale në Kosovë janë gjendje alarmante. Secili raport që ka dalë 15 vitet e fundit e përshkruan këtë gjendje. Nuk kanë staf, nuk kanë logjistik, nuk kanë buxhet. Asnjë cent nuk është në qendër për punë sociale. Në qendra për punë sociale që kanë asnjë cent, nuk di pse s'dalin me thon këto publikisht. A bën unë ti sham pozitën e kësaj drejtoreshe. Po është një fëmijë që është e kemi pa 5 vjeçarin. Unë jap dorëheqje. Unë dal edhe them në media. Ministria nuk më përkra, unë s'mund ta lë këtë fëmijë me fotografi, njëjtë siç dalëm ne. Unë moralisht s'mund ta mbaj këtë përgjegjësi duke e lënë një familje me përfundu me fatalitet. Pse na nuk jetë mi të mësum këta me bo? Ashtu me rëzo rasti, pse duhet ta shush, ta lësh në heshtje një rast, dhe tash kur është vonë, ose ndoshta nesër do t'ishtë edhe më vonë, për fat ne e kemi me jetë, fëmijën, duhet ta bërtasim kaq shumë. Jo, dëgjoj, me dhënë tërheqje, ndoshta është me lehta. Mirë po duhet të dim që nuk kemi profesionistë të fushës sociale. Ne asza nuk i kemi japë në tërvite. Sot paga minimale në Kosovës 500 euro, kurse punëtori social që e kryen këtë punë i merr 600 euro.
Motivimi për punëtor social është zero. Një punëtor social që do të mirret me fëmijën e braktisur, me fëmijën e keq trajtuar, me marrjen e drejtës prindore, me dhunë familje, me viktimat e dhunës seksuale, me viktimat e trafikimit, personat me aftësi të kufizuar, të moshuarit pa kujdes familjar, për 70 lloje të klientëve, duhet të merren 3 punëtorë të cilët nuk janë të profilizuar fare. Në vazhdimsi, këta do të ofrojnë gjitha këto shërbime. Në qoftë se vjen klienti në qendër për punë sociale dhe nuk e gjen punëtorin, i cili ka dalë në terren thotë unë shkova në qendër nuk e gjeta, s'po rën vend punës. Qoftë do të del në terren nuk ka vetur, nuk ka vozec. Pra janë një gjendje alarmante qendra për punë. 200 punëtorë social i ka sot krejt Kosova në sistem të cilët punojnë. E para për me bë këtë punë e fundit është pagesa, duhet ta ndjesh, duhet ta kesh empatin, ç'është i pa diskutueshëm. Është mision, puna sociale më shumë mision dhe pasion se sa, mirë po duhet të jetë edhe profesion, sepse edhe profesion, por nëse mendon, nëse nuk e ke ndjenjen, dhe ti mund t'i japësh edhe 7.000 euro pak. Nëse nuk ka ndjenjen për të është e parëndësishme e familje kuresh, edhe këta besoj ma shumë lindin se sa që bën rrugës. Mirë po kur të flasim të do të gjithë ta përmendëm. Sot 30% e buxhetit të Republikës Kosovës shkon në skema sociale, pra në subvencione të ndryshme. Dhe besoni apo jo, 0.0025% e buxhetit Kosovës, që është 10 milion dohet për shërbime sociale profesionale. Sepse ajo pjesa tjetër që ndohet në 24 skema të ndryshme sociale, thjesht janë vitra, janë blerje votave, janë shpërndarje paras në formën të cila shpërndahet. Mirë, por kur flasim se qendrat për punë sociale sot nuk kanë staf, nuk kanë logjistik, nuk kanë institucione. Unë ndëgjova edhe kolegët e qendrave për punë sociale ka flasin. Asnjë nuk dalë me thonë, kemi ligjin për mbrojtjen e fëmijëve që 7 vite ka kaluar, janë 7 shtëpi për mbrojtjen e fëmijëve që do të funksionalizohen. Asnjë nuk e kemi. Asnjë nuk është ngrit. Sot i kemi 3 strehimore të cilat janë 2 për viktimat e trafikimit, një në Prishtinë, një në Gjakov dhe një nacionale e cila është në kuadër të shtetit. Ato nuk mjaftojnë, nuk e kemi një strehimore për viktimat e dhunimit seksual. Sa rastet e dhunimit seksual i kemi. I kemi krejt 8 strehimore për viktimat e dhunës në familje, kemi mbi 3.000 raste të dhunës familje. I kemi vetëm 200 shtretër për persona të moshuar, i kemi 220.000 pensionistë. Pra gjitha këto institucione përcjellë se i mungojnë shtetit, dhe askush nuk e ngrit zonin. I mungojnë shtetit tash 26 vjet. Nuk kemi këshillimore paramartesore, nuk kemi këshillimore familjare, pra janë institucione kur qendra për punë sociale merr një fëmijë, nuk ka ku ta çaj. Sepse nëse është detyrohet ja marr drejtën prindrore, atëherë ai fëmijë automatikisht konsiderohet fëmijë pa përkujdesje prindrore që hapet mundësia që të vendoset në adoptim. Ta kalojmë në personale meqense ke kaq shumë përvojë. Ti do ishe drejtori i qendrës për punë sociale në Lipjan, si do veproje? Në rastin konkret. E një rastin. Lutem, merre me ndjenjen që ke, meqense ke kaq shumë vite punë, sigurisht i empatinë ke. Si do të veproje? Po e sheni familje si ajo. Je drejtori i qendrës. Hiq anën kolegiale, por shi veç anën profesionale, si do veproje? Nuk mund, ndëgjë, çështjet sociale nuk mund me thonë bardhës, sepse mrekullia do të ishte ta kishim një shtëpi për mbrojtjen e fëmijëve dhe ti marrim ata fëmijë të tërhequr në një vend të sigurt, siç i kanë vendosur tash në strehim familjar. Janë në 2 familje strehuese, fëmijë që vendos në strehim. Mirë, pa strehim nuk ka shumë afat gjatë. Jo, ajo është për shkak çu çka ndodh. I kanë çu prind në mbajtje, në paraburgim. Cili është interesi. Na e kemi çdo herë parë me kemi interesin më të mirë të fëmijët. Dhe në çështë se fëmijë i kemi marrë prind, i kemi çuar burg, dhe nana thuhet se është me probleme shëndetit mendor. Një person me probleme shëndetit mendor s'ka çka kërkon në paraburgim. Ne ka vetë në qendrën e shëndetit mendor. Qendra e shëndetit mendor e ka trajtu këtë rast, mirë po prap nuk e ka zgjidh. Prandaj këta fëmijë në marr, edhe çysh ka vepruar qendra për punë sociale, i ka marrë fëmijët, i ka vendosur në strehim familjar, tas rasti po trajtohet. Mirë po, vëzhgimi, monitorimi, përcjellja e rastit ndër vite nuk ka ndodhur për shkak Komunë e Lipjanit. Komunë e Lipjanit. Unë vetë i kisha punëtor janë, 3 punëtorë pak. Jo, i ka një çift fshatra. Leje sot që u kry ky muhabet, u gjet fëmia u çu. Tash e 2 vjet po pës. Ti çfarë do bëje? 2 vjet. E sheh rastin. Është i njoftum për qendrën. Ju në pozitën e drejtorit, konkretisht si do veproni? Qendra për punë sociale në këtë rast duhet ta bëjë një kërkesë në gjykat për vlerësimin edhe marrjen e zotësisë së veprimit të drejtën prindrore, si të cilën veprim e merr gjykata, dhe më pas hapen të gjitha rrugët. Ku të vendosen? Mirë, po nuk i ku i vendos përveç në strehim familjar.
Unë mendoj që hapi parë edhe duhet shtuar stafi. Duhet shtuar stafi, por duhet të hapet institucion përcjellse. Po. Shtëpia për të fëmijëve. Të shkoj me rend, kush e ka për obligim të shtu stafin në qendra për punë sociale? Ministria apo komunat? Dyjat. Për shkak se ministria ja limiton numrin e punëtorëve komunave. Sa herë kemi bërë kërkesë, dhe gjatë kam qenë drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë. Sa herë kemi bërë kërkesë në Ministrinë e Financave nuk kanë lejuar numra për komuna. Bëni çka doni, merrni ku doni. Dhe na në komuna nuk ka ku merr numra, për shkak se i kanë numrat e kufizuar prej buxhetit qendror dhe ministria i ka zhvilluar standardet, i ka zhvilluar politikat, ka kriju standarde të tilla profesionale, të cilat ato përse në rast duhet trajtohen kaq raste. Duhet të themelot organi kujdestarisë, i cili është organ që përbët prej 5 profesionistëve të fushave ndryshme, kurse qendrat për punë sociale shumica i kanë 2-3 punësum, ende se ka themeluar asnjë qendër për punë sociale. Prandaj Prishtina sot funksionon me 18 punëtorë social, që realisht është zero krahasuar me një Shkup që i ka 450 punëtorë social, brenda Shkupit edhe ankohen, sepse s'kan staf mjaftueshëm. Prandaj ministria duhet të liroj disa numra vetëm për qendra për punë sociale. Unë kam takuar presidentin, kryeministrin, ministrat, kam shkruar vazhdimisht, kam bërë shumë debate, jam shumë aktiv në këtë fushë. Lëndon mjete për 300-400 studentë të cilët kanë diplomuar në punë sociale, mos punojnë në fusha ndryshme kamarera ose mos përgatiten si stafët që dërgojnë jashtë vendit, po të angazhojmë drejt për drejt në qendra për punë sociale. Sot në qendra për punë sociale s'ka psikolog. Si mund të funksionojë një qendër për punë sociale pa psikolog? Prandaj këtu duhet një bashkëpunim të ulët komuna me nivelin qendror dhe të bisedoj. Qofse vesëm presidentën, kryeministrin, ministrat, kur i ke vizituar qendrën për punë sociale apo edhe kryetarët e komunave, nuk e merr informatën që asnjëherë që kanë vizituar. Ato janë institucione shumë të rëndësishme, mirë, por këto janë të rëndësishme veç kur ndodh një skandal. Por ndryshe harrohen këto si qendra. Po, e di se këto do të harrohen për 3 ditë, por ne edhe unë s'po du me qitë një lloj hije mbi mos punën. Komunën e Lipjanit me 3 vetë do duhet të rriqeshin. Në radar me pastir, media, veç duhen me ndihmu këtë familje, për 24 orë është bo zgjidhja, është vullneti i drejtorit. Për jashtë rastet, unë po them, në ndjenjë, po shen një fëmijë që është gati me humb jetën, po maltretohet, ka shku në spital pa ndjenjë, zgjidhje kishe bo drejtar. Mediat brej kishe thirr. Leje institucionet, se këtu e kemi thonë dje gjatë gjithë ditës, këtu ka dështu një zinxhir i tanë, nuk është një qendër për punë sociale. E kemi thonë dje 2 orë në program. Unë e po flasë, është rasti konkret, ka 3 punëtorë në komunën e Lipjanit, të kishin një ndjenjë, zgjidhja do bëhej. Janë me 10 raste. Edhe lere tash po që ka... Janë 10 raste që është intervenu, është riparu shtëpia, është mobilu gjithçka dhe gjendja ka orë prap aty e njëjta, për shkak se mungon mundësia kujdeset, jo vullneti, po njohuria, sepse janë probleme të ndryshme. A besoni ju që kanë vullnet punëtorë që i kemi në qendra sociale? Problemi është me gjetë një kujdestar në komunitet ose në familje, i cili kujdestar do të paguhet dhe do të kujdeset për familjen. Mirë po, ende nuk është caktuar një buxhet nga ministria, sepse ta janë politikë bërst, edhe pastaj, ose ata të sigurojnë mjetet ose komuna, dhe nëse ke fshin, që rasti Lipjanit ose cilën dush rast, e ke moxhën afër, dhe nëse një fshi, i cili paguhet dhe do të kujdeset, do ta mirëmbaj familjen, do të gatuj, do të kujdeset për familjen dhe do të jetë një lloj informatori për shërbimet sociale. Është problem që këto është përkthyr gjithçka në pako, në investimen, me remetem, e jo në shërbime sociale. Unë mendoj që ne fokusin duhet ta kemi të ofrimi shërbime sociale profesionale. Sa i kemi në Prishtinë, me qenë se je këshilltari i kryetarit? Çka sa po mendon? Sa punëtor social i kemi në Prishtinë? 18, thash, është Prishtina dhe Prishtina duhet të jetë diku rreth 100, duhet të jetë minimumi për të arritur. A ka një numër të familjeve, sa është numri i familjeve që kujdeset qendra? Në skemën sociale janë dikon 700 familje, po ata në jashtë kësaj. Janë brenda qendrës, mirë po janë numër shumë i rëndësishëm. Për neve numër i rëndësishëm fëmijët e kësajtum, situatë rrugë viktimat e dhunës familje dhe dikon brenda vitit ofrohen rreth 25 deri në 30.000 shërbime nga qendra për punë sociale. Pra janë mbi 3.000 klientë të ndryshëm, të cilët marrin shërbime dhe asnjë klient nuk vjen në qendër për punë sociale dhe ta përfundoj me një vizitë. Mesatari është gjithmonë 5 deri 10 kontakte që duhet bëhen. Qoftë punëtorit e qendra për punë sociale, qoftë te familja, qoftë shkolla, qoftë komuniteti, pra është një zinxhir që duhet me bashkëpunu. Mirë po në fund, përgjithësia
se qofse na kishim pas një dënim, ose kemi dënim, po qofse fillon mos zbatu dënimi për mos veprem, mendoj që 90% e qytetarëve do të përfundojnë në burg, sepse ne e pam edhe djev qiu thotë e kum një zonin të kojt, po hajt e kum lan, pse se ke paraqit rastin. Stacioni i parë ku paraqitet rasti është policia. Policia në asnjë rast nuk intervenon pa punëtorin social. Dhe asaj do të shkojmë bashkë. Nuk mund punëtori social të di se çka po ndodh në një fshat atje apo në këtë fshat. Duhet ta informojmë. Shkolla e ka pa cillash gjendje fëmijëve të tjerë të cilët po vinë, domthonë në kusht të zbathur, në gjendje të rënduar shëndetësore, të pamirëbajtur. Jo, a morët vesh kjo qendër kur ka qenë vizitë për herë të fundit se ne nuk arritëm. Jo, nuk e di sepse është shumë personale, jo, nuk kam bine ato detaje. Mirë po... Nuk është detaj, të lutem. Jo, është detaj, po nuk është e imja. Detaj nuk është kur ke qenë vizitë. Po, tash mos morë vesh si kolegë që jeni. Jo. Është ora 14 minuta, unë do të vazhdoja bisedem, por gjithsesi do të flasim edhe me ministrin, por ne e kemi trajtu si ndjenjë, si janë sociale, si mos përgjigje, mos përgjësi, fjalor shumë shablon, ose kanë kalu në comfort zone, nuk e di, por kjo ka qenë rasti ma i rëndë që unë kam dëgju ndër vite. Jo, ka rasti shumë matrona. Hajde na thuaj. Ka shumë raste të rana, tash kanë ardhur disa mes një herë, po kujtoj para 3-4 viteve sa isha drejtor, e tha dojna mi sill disa ndihma, mi ndihmu disa familje, po në Prishtinë s'ka nevojë sepse Prishtina sa vetura sa mirë. Kur i ndonë ekipin e punëtorëve dhe ndonë terren e kanë besuar që Prishtina është edhe ajo pjesa tjetër. Cili është një rast më i rëndë se i këtij fëmiu që e ke pa? Ka raste shumë, është raste tash kesh ndoshta mi zbulu kështu si rasti, po është rasti në Mramurë, i cili është rasti jashtëzakonisht i rënd, ku punëtorët pothuajse vetëm se s'kan flajt me rastin. Çdo ditë kanë shkuar, kanë vizitu, edhe ende është në gjendje të mirueshme, por ka edhe raste shumë tjera, të cilat duhet në vazhdimsi të kujdesme dhe të mirëmbahen, sepse është obligimi jon ligjor. Mirë, po unë mendoj që të jemi shumë të hapur, të ftuan të gjitha institucionet, të gjitha nivelet, ministria, kryeministria, komunat, punëtorët social, qendrat për punë sociale, të ulen të gjitha këta dhe të identifikojmë ku ka probleme, edhe të mirët një vendim. Ne ministrin Andin Hoti do të provoj ta kemi të hanën. Prap, se sa e kishim, para këtij rasti e kishim. Dhe do flasim njëjtë sikur po flasim me ju. Ne jemi apartjak. Mua s'më intereson fare partia politike, mua më intereson mirëqenia e njerëzve. Si radio po flas, asnjëherë s'jemi të përfshirë politikisht as edhe në fushata. Thjesht kërkojmë llogari për çka janë thirrur. Do të shohim cili është ky plani i ri i ministrisë për qendrat për punë sociale dhe do t'i përcjellim vazhdimisht. Ani pse publikut do t'i pushoj interesi brenda 3 ditësh, siç bëjmë gjithmonë. Dhe do të jemi në komunikim me të gjitha qendrat me po. Dhe përgjegjja e ministrit thjesht do të jetë është përgjegjësia e komunave. Nuk e paragjykojmë. Nëse buxheti, numri i stafit caktohet nga ministria apo nga komuna? Ministria përcakton standardet dhe ata numra duhet të plotësohen bashkërisht. Mirë, po nëse i ka për 100 punëtor komuna e Prishtinës ose Lipianit, koeficientat, nuk mund të merr punëtor tjerë sepse nuk janë mbulon këto shpenzime Ministria e Financave. Me një vendim të kryeministrit, në bashkëpunim me ministrin e punës, dhe komunat, atëherë do të bëhet një analizë, po edhe do të Prishtina si vjen 90 punëtor, hape konkursin, po nësej pastaj lëp rezultate, lëp llogaridhënie, lëp çka do që ka nevojë për tyre. Bebi Mujku, ishte shumë kënaqësi me të pas në studio. Faleminderit. E kuptoj plotësisht këtë çastjen tënde ndaj kolegëve, ndoshta i ke prek edhe vetë situatat e vështira të mos kushteve me funksionu, por edhe me 3 vet kur e ndjen i bje rreth rrotull një Lipiani, besëm. Kur e ndjen, po. Si do qoftë, jemi në mungesë të psikologëve dhe në shkolla dhe në komplet sistemin social, ti je një ma mirë, je i fushës, do ta lexoj librin dhe do vi me një feedback për librin. Faleminderit. Faleminderit që ishe ju shkoft mbarë me komunën e Prishtinës.